Ministri i Infrastrukturës, Dimal Basha, figuron pa shtëpi e pa banesë në emër të tij, të bashkëshortës apo të prindërve. Për më tepër, i njëjti nuk ka treguar nëse banon me qira dhe nëse po, sa e paguan. Pasuria e paluajtshme mungon, por jo edhe shpenzimet. Vetëm gjatë vitit 2025, ai deklaron se ka blerë një veturë në vlerë 31.000 euro, pjesërisht me kredi e pjesërisht me para të gatshme. Në emër të bashkëshortës, ka deklaruar edhe një veturë dhe metale të çmuara me vlerë 10.000 euro. Në anën tjetër, ministri bart edhe barë financiare, 35.000 euro huamarrje për mbulimin e shpenzimeve të njëjtën shumë të deklaruar edhe vitin e kaluar, si edhe një kredi shtesë prej 10.000 euro. Ndërkohë, kursimet e deklaruara mbeten modeste, 3.200 euro para të gatshme, kurse ka deklaruar pagë mujore 1.800 euro. I pyetur nga betimi për drejtësi nëse posedon banesë, shtëpi apo banon me qira, Basha nuk është përgjigjur. Ejup Maqedonsi, ministër i mbrojtjes, ka deklaruar një banesë prej 93.61 metra katror të blerë në vitin 2019, me kredi dhe kursime, me vlerë 50.000 euro. Kjo do të thotë se metri katror i ka kushtuar rreth 534 euro. Në deklarimin e pasurisë figuron edhe një garazh prej 26 metrave katror, i blerë në vitin 2022 për vetëm 3.000 euro. Në emër të bashkëshortës, ministri ka deklaruar një veturë të blerë në vitin 2021 me vlerë 18.400 euro. Maqedonci vazhdon të ketë një kredi aktive me afro 12.000 euro të mbetura për pagesë. Sa i përket kursimeve, ai ka deklaruar 9.958 euro para të gatshme, ndërkaq të hyra vjetore të familjes kalojnë 34.000 euro. Rreth 22.000 euro nga paga si ministër, 556 euro pension nga Forca e Sigurisë së Kosovës, si dhe 4.140 euro të ardhura nga bashkëshortja dhe fëmijët. Maqedonci për betimi për drejtësi ka thënë se banesën e ka blerë sa ka qenë në FSK pasi është kthyer nga Amerika përmes një kredie prej 30.000 eurove. Banesa thot se është në lagjin Matini në Prishtinë dhe ende nuk e ka në pronësi të tij, pasi nuk ka legalizim. Lidhur me çmimin e metrit katror, ai ka thënë se nuk e di sakt pasi marrëveshja ka qenë në total, por ka theksuar se në atë periudhë, në atë zonë, kam variuar nga 550 deri në 750 euro metri katror.